Mirëmbrëma shikues të dashur, jeni me mua Rona Marku në emisionin No Fill, ku si çdo herë do të njoftoni me lajmet dhe ngjarjet kryesore të kësaj jave në botën e showbizit. Një nga raperët më in të vendit ton ka bërë të ditur se do të publikojë albumin e tij të tretë. Një nga çiftet më të përfolura për ndarjen e tyre u bashkuan duke lënë prapa dilema nëse e kanë serioze ndarjen, lidhjen apo vetëm titull në portale. Në vazhdim mësojmë detajet. Kampionati Evropian i futbollit po afrohet dhe Federata Shqiptare e Futbollit ka lajmëruar se kombëtarja shqiptare do të ketë një këngë dedikuar kësaj ngjarje të madhe sportive. Ky projekt muzikor, që titullohet Albania, do të këndohet nga artisti Capital T. Himni kombëtarës, siç është njoftuar përmes rrjeteve sociale, do të publikohet më 30 maj. Në postim thuhet, Federata Shqiptare e Futbollit është e lumtur t'ju bëjë me dije se kënga zyrtare kombëtares shqiptare në finalet e Euro 2024 titullohet Albania dhe është realizuar në bashkëpunim me një nga artistët më të suksesshëm të muzikës shqiptare dhe më të pëlqyer, Capital T. Një këngë që përfaqëson më së miri identitetin ton kombëtar e që do të udhëheq kuqezënjtë tanë në çdo moment përgjatë kësaj aventure të paharrueshme. Në finalet e kampionatit Evropian Gjermani 2024. Kader Kicaj dhe Lumbar Saliu para disa javëve larguan njëri tjetrin nga rrjetet sociale dhe në një video gjatë një ngjarje ku ishin të ftuar të dy, Kaderi shihej duke qëndruar më e rezervuar ndaj tij, por siç duket, gjërat mes tyre u qartësuan. Këtë më së miri dëshmojnë fotot dhe videot e tyre së bashku që i publikuan në rrjetet sociale. Fansat shpeshherë kanë dyshime kur shohin ndryshime të tilla në lidhje të fytyrave publike, gjë që bën disa nga ata të shkruajnë se gjithë ndarja e tyre ishte e krijuar vetëm për vëmendje. Sidoqoftë, Kaderi ka njoftuar se së shpejti do të bëhet pjesë e kinematografisë turke. Mozi ka njoftuar albumin e tij të ri të titulluar Mërgëm Star. Ai ka prezantuar kopertinën e albumit dhe ka zbuluar se përfshin gjithsej 20 këngë. Mozik thekson se çdo këngë është një perlë në vete dhe se do të zbulojë më shumë detaje në ditët në vazhdim. Në një postim të tij, Mozik shpjegon: "Ka qenë një vit me punë intensive, shumë i lodhshëm dhe më ka marrë shumë kohë, por çdo ditë dhe natë kam vlejtur. Energjia ime është shprehur më shumë se kur këtë herë, shpirti im ka folur më shumë këtu dhe mendja ime ka përshpëritur më shumë këtë herë." Emocionet, dhimbja, mërzia, gëzimi dhe dashuria, një përzierje e emocionesh, janë derdhur në këtë album, me plot 20 këngë, ku secila është unike dhe veçantë në vete. Kjo është kopertina, datën e daljes dhe listën e këngëve do ta zbulojmë së shpejti, dhe natyrisht do të ketë surpriza dhe gjëra që nuk janë bërë asnjëherë më parë. Mozik ka 2 albume të publikuara. Mozart titullohet albumi i tij në vitin 2020, që ka gjithsej 20 këngë, kurse albumi tjetër është në bashkëpunim me ish-bashkëshorten e tij Loredana Zefi, që titullohet No Rich Parents, që u publikua në vitin 2021. Deklarata e Nora Isrefi sa i përket pyetjes sa do të martohet sërish bëri bujë në mediat rozë. Nora tha se njeriu një herë gabon, të dytën herë është problem. Unë probleme nuk bëj më. Kjo deklaratë e sinqertë e Norës, mbase ka të bëj për eksperiencën e saj të kaluar, sepse ishte martuar me Robert Berisha dhe më pas u ndan. Ndarja e tyre ishte një nga ndarjet më të komentuara në showbizin shqiptar, e që para disa viteve Nora rrallë foli për këtë periudhë. Tani, ajo është më i hapur sa i përket të folurit rreth marrëdhënies së saj me ish-bashkëshortin, sa dhe tregon se të dy sot ruajnë marrëdhënie të mirë mes vete. Për ndryshe, Nora Isrefi të dielën do të jetë në emisionin e Diela Vlen, e ftuar speciale, ku do të shpalos shumë çka nga jeta personale dhe karriera e saj 25 vjeçare. Fituesja e 2 fishtë të çmimit Oscar, Cate Blanchett, u komentua mjaft shumë me fustanin që kishte zgjedhur në festivalin e filmit në Cannes. Nga një vajzë e vogël që reperi më i dëgjuari të gjitha kohëve përmendi në më shumë se 10 këngë, këtë javë jeta e vajzës së reperit ndryshoi. Si është gjendja shëndetësore e Kate Middleton? Bloku i lajmeve në vazhdim mbulon këto tema.
Fustani i aktorës Cate Blanchett në tapetin e kuq i ngjante shumë flamurit palestines, por nuk u vure mënyrë. Për disa, mesazhi që Cate Blanchett solli në tapetin e kuq të Cannes të hënën ishte i fortë dhe i qartë. Në fillim, fustani i saj dizajnuar nga stilisti francez me origjinë kolumbiane, Haider Ackermann, duke si një fustan i thjeshtë i zi, por kur Blanchett lëvizi, kamerat kapën pjesën e pasme të fustanit, i cili duke i bardhë, ndërsa kur e lëvizte, është dalluar edhe ngjyra gjelbër. Nuk do të ishte jashtë karakterit të aktorës kjo zgjedhje. Ajo bënte pjesë në nëntorin e kaluar mes shumë figurave të Hollywoodit që folën kundër luftës së Izraelit në Gaza. Blanchett bëri thirrje për të ndaluar luftën dhe tha se kjo vjen për të vetmën arsye duke qenë dëshmitare e vuajtjeve njerëzore nga lufta, dhunat dhe situata të tjera që vështirësojnë jetën e refugjatëve nga gjithë bota. Ndërkohë Blanchett nuk ka bërë një deklaratë publike për fustanin e saj në Cannes. Kate Middleton po përballet me një betejë të vështirë kundër kancerit. Princesha Walesit po përjeton sfida të mëdha duke luftuar me lodhjen, vjelljen dhe efektet anësore të trajtimit me kimoterapi, kështu bën të ditur mediat botrore. Pavarësisht vështirësive, ajo është e vendosur të tregohet e fortë për fëmijët e saj duke mos lejuar që gjërat të ndikojnë tek ta. Kate po bën përpjekje të jashtëzakonshme për të fshirë shqetësimet që ajo i ndjen, thuhet nga burimet. Më 22 mars, ajo pranoi se ka kancer dhe tha se ishte një shok i madh për të, kur u mësoi për diagnozën pas operacionit të saj abdominal në janar. Eminem dau një moment emocionues me vajzën e tij Hailey Jade Scott gjatë dasmës së saj, kur ai u bashkua me të për një vallëzim babi. Të zgjohem se një bashkëshorte këtë javë, ka shkruar Hailey në mbishkrem të fotos, duke shtuar se festa s'kishte si të shkonte më mirë. Ne nuk mund të kishim kërkuar për një festë më të mirë, më të bukur të fundjavës, u pan të qeshura dhe u ndjej aq shumë dashuri. Ne ndjehemi shumë mirënjohës për të gjithë familjen dhe miqtë që udhëtuan për të na mbështetur dhe për të qenë pjesë e këtij kapitulli të ri të jetës sonë si burrë e grua, tha ajo. Raperi Eminem njihet për lidhjen e veçantë me vajzën e tij, në fakt Hailey përmendet në më shumë se 20 këngë të Eminem. Këtë edicion të Big Brother VIP Albania krijuan 3 çifte brenda murave të shtëpisë. Madje një nga këto çifte është edhe në pritje të një fëmije. Se çfarë i bëri ata bashk, a ishte lidhja e tyre pjesë e skenarit, e zbulojnë përmes materialit në vend. Në edicionin e 3 të Big Brother VIP Albania, publiku ka qenë dëshmitar i disa lidhjeve romantike që u krijuan brenda shtëpisë së famshme. 3 çifte që u krijuan janë Ilnisa Agolli dhe Meriton Mjekiqi, Bardhi dhe Sara, si dhe Heidi Baci dhe Romeo. Këto lidhje janë ndërtuar jo vetëm mbi sfida, intriga dhe emocione të forta që rrjedhin nga jeta në izolim, por edhe me dashuri e pasion të zjarrt për njëri tjetrin, sa një nga këta çifte morën hap të madh në jetën e tyre. Romeo dhe Heidi në muajin shkurt tërhoqën vëmendje duke krijuar një afrimitet mes vete. Puthja atyre në skenë gjatë një prove javore nuk ishte vetëm pjesë e performancës, por edhe shenjë një lidhje që po zhvillohej mes tyre. Me kalimin e kohës, disa nga banorët shprenin mendimet e tyre rreth këtij çifti, duke thënë se Heidi s'ka fare ndjenja për Romeon, kurse ky i fundit i ka ndjenjat e vërteta. Pas deklaratave që bënin disa prej banorëve, fansat e çiftit dërguan dron për t'ia bërë me dije për krajen që kanë nga jashtë. Lufta filloi, ju qëndroni bashk, ne i luftojmë jashtë, thuaj në dron. Sa i përket planeve për të ardhmen, nuk është se çifti në fjalë fort kanë diskutuar për këtë.
Të paktën, kur Romeo i bëri ftesë Heidi që të shkonte pas daljes nga Big Brother të shtëpia e tij, Heidi dukej e stepur dhe e refuzoi. Sidoqoftë, nga sot e tutje, mbetet të shihet si do të rrjedhin gjërat mes tyre. Ilnisa, Golli dhe Meriton Mjekiqi me të hyrë në lojë filluan të afroheshin shumë njëri me tjetrin, puthje dhe ledhatime, nete duke bërë gjumë së bashku. Por diferenca në moshë bëri që ata të paragjykon nga banorët e madje edhe vetë Ilnisa në fillim ishte skeptike për këtë gjë. Por çdo ditë më shumë, lidhja e tyre u forcua dhe duket se pranuan njëri tjetrin ashtu siç janë. Madje Ilnisa tregoi se të dy familjet e çiftit po e përkrahin këtë lidhje. Megjithatë, Meritoni brenda shtëpisë shprehur se dëshiron të ketë fëmijë me Ilnisën. Bardhi dhe Sara ishin çifti i parë që u krijua gjatë këtij edicioni të Big Brother. Puthja e tyre e parë u bë gjatë kohës së spektaklit sa ishin në dhomën e rrëfimit. Që nga ai moment që të dy nuk u larguan nga njëri tjetri. Edhe pse Bardhi ishte më i qesi në lidhje ashtu dhe në lojë, Sara ishte vajza që duke se i kishte synimet e qarta duke u treguar e vendosur për dashurinë që ka ndaj tij dhe se donte shumë të ishte fituese e këtij edicioni. Por gjërat nuk shkuan siç duhej, sa i përket lojës, që të dy dolën nga shtëpia por jo me pëlqimin e publikut. Sara u skualifikua kurse gjendja shëndetësore në nënës së Bardhit bëri që ai të largohet me vetdëshirë nga ky format. Siç thonë, çdo gjë shpesh ndodh për një arsye. Çifti lirshëm mund të themi se apo anhajrin largimit nga loja. Përveç se Bardhi propozoi Sarës, ata zbuluan se janë në pritje të një fëmijë dhe së fundmi zbuluan edhe pamjen nga apartamenti tyre i ri në Tiranë. Bardhi pa t'i shkruajtur, jemi dasht, jemi shar, jemi ndar e jemi bërë prap bashkë në një shtëpi të izoluar, pa e ditur se çfarë na pret jashtë. Mos u dorëzoni, nëse doni dikë, mos u ndikoni nëse doni dikë, e bëni atë që ju ndjen zemra. Ju faleminderit për fjalët e mira dhe urimet, ju duam shumë. Luiz Eli dhe Ghetto Gjeezy së fundmi i bën një bashkëpunim muzikor që u bë temë në mediat roz. Kjo këngë shkaktoi një valë reagimesh nga fansat e tyre të kamotshëm. Megjithatë, a mundi Luizi të poshtohej në hip-hop? Është kënga e tyre plagjatur dhe është e suksesshme online. Përgjigjet në këtë pyetje japën në minutat në vazhdim. Luiz Eli, fenomeni Big Brother dhe Ghetto Gjeezy, i njohur si më i madhi në vend, publikuan këngën e tyre të re me titull Ding Ding. Përpara publikimit, audienca e tyre ishte të jetë kurioze për ta dëgjuar dhe për ta futur në listën e këngëve të verës. Kur ky bashkëpunim u publikua, pritshmëritë ishin shumë të mëdha, duke pasur parasysh popularitetin e madh të dy artistëve. Luiz Eli, i cili njihet për zërin e tij të veçantë, dhe Ghetto Gjeezy, një nga emrat më me ndikim në industrinë e hip-hopit shqiptar, dukeshin si një kombinim i përsosur për një het veror. Pas publikimit të Ding Ding, disa nga fansat filluan të shprehin zhgënjimin e tyre rreth këtij projekti. Në disa nga komentet e tyre në rrjetet sociale, zhgënjimi ishte i qartë. Një komentues shkruante: Luizi është fenomeni Big Brother, por kjo zbëhet kur. Zbën Luizi për hip-hop, dështim komplet. Çfarë niveli arriti Luiz Eli? Të tjera komente ishin pa aq kritike, si për shembull, si kënga e mirë. Kjo është në vend të parë të këngëve më të këqija të gjitha kohërave të bëra në Shqipëri. Siç thon nga Shkodra, mos të hyj vetja në qef, se kjo i bie me utall me publikun. Këto fjalë mbase shprehin ndjenjat e disa fansave të cilët kishin pritur më shumë nga ky bashkëpunim.
Me që interesimi për të dëgjuar këtë bashkëpunim ishte i madh, kënga arriti më shumë se 1 milion klikime në platformën YouTube. Por, pak ditë pas publikimit, u zbulua dhe ngjashmëria e Ding Ding me një këngë tjetër të huaj, duke nisur nga përdorimi i ngjyrave të skenës në klip e deri tek biti i këngës. Duke se qartazi se Ding Ding është tejet i ngjashëm me këngën turke Yalnız Kaldın nga artistët Acar dhe Kajra Kayan, e publikuar 2 vite më parë. Pavarësisht kësaj, kënga vazhdon të dëgjohet dhe të komentohet, duke dëshmuar edhe njëherë fuqinë e 2 artistëve që kanë në skenën muzikore shqiptare, sepse fundja për shumë kë, të dy janë figura të pëlqyera në estradë. A do t'i zgjidhin gjëra ndonjëherë stresi dhe gjuli, apo do të vazhdojnë të ndezin debate në ekran dhe online? Kjo mbetet për të parë. Duket se reality show që ishin pjesëmarrës nuk i mjaftoi për të treguar se çfarë mendonin për njëri tjetrin. Publiku i tyre janë gjithnjë të interesuar për më shumë dhe sa të ketë drama, vëmendja ka ta do të vazhdojë të jetë e garantuar. Me sa duket, drama nga shtëpia Big Brother VIP Kosova 1 nuk ka përfunduar ende. Kur të ta kishte menduar që një premtim që filloi brenda 4 mureve të shtëpisë do të vazhdojë edhe jashtë. Reperi Stresi, fituesi i edicionit të parë, para 1 muaji ka zgjedhur rrjetet sociale për të ngacmuar Juliana Nurën me premtimin që i pati bërë gjatë asaj kohe sa ishin brenda shtëpisë. Stresi kishte premtuar Gjulit një shumë prej 30.000 eurosh nëse do ta fitonte. Dhe siç dihet tashmë, Stresi u shpall fituesi i edicionit të parë të këtij formati në Kosovë. Por historia nuk përfundon këtu. Premtimi i bërë, duke se nuk është mbajtur nga reperi, dhe kjo po bëhet shkaku një situate të tensionuar të rej mes dyshës Gjuli dhe Stresi. Në një video të shpërndar në rrjetet sociale para 1 muaji, Stresi nuk u kursye duke kritikuar ish konkurrentët, duke përfshirë edhe Gjulin. Ai e quajti vedatin të paaft, Artanin të panjohur për audiencën dhe Gjulin si një figurë me histori të dyshimit brenda shtëpisë, duke qeshur me ironi, sigurisht që ngjalli reagime të ndryshme. Gjul fidane. Nasıl sen? Gel. Të jap të rëdmjeshën që ta kom premtue Big Brother. Edhe je forca e femrës. Femra shqiptare mbështetin të këty. Edhe të këqenje jotë. O zot. Ajo së fundmi ka reaguar edhe në emisionin në ATV The Elite Way, duke akuzuar Stresin për mosmbajtjen e premtimit dhe duke quajtur gënjeshtar publikisht. Një rancë nuk pritet kur gjë tjetër, kështu që unë si në hajgore e ku marë, unë e ku mbja detyrimin tam, i ku më qunë deti. Lufta virtuale mes tyre ka kohë që ka nisur. Madje Stresi akuzoi Gjulin për videon intime që i kishin publikuar para disa viteve, që vetë ajo ja ka dërguar personit dhe është dënuar nga gjykata finlandeze. Ke kryer akte të turpshme para një kafshe dhe gjykata finlandeze të ka dënuar për këtë send, pati shkruajtur Stresi. Ndryshe, Gjuli dhe Stresi nuk ka njëri tjetri në listën e miqve në Instagram. Drama krijuar mes tyre duket se veç sa shkon e bëhet më intriguese për audiencën e tyre. Një këngëtare nga Prishtina arriti që të shkojë në televizionet më të njohura ndërkombëtare. Madje ajo ishte zgjedhur për të kënduar në kampionatin botror të futbollit në Moskë. Krejt kjo për shkak të suksesit të një këngë që e bëri të famshme. Materiali në vazhdim më liston 5 këngëtarët shqiptarë dhe këngën e tyre që i bëri të njohur në media dhe publik.
Një këngë e vetme kur promovohet në kohën dhe vendin e duhur mund të shndërrojë një artist nga një figure pa njohur në një yll të famshëm. Disa këngë jo vetëm që rritin popularitetin e artistëve në vend, por disa nga ta edhe prekën skenat e njohura botërore. Bon Bon nga Era i Strefi u publikua në dhjetor të vitit 2015 dhe që nga momenti i publikimit kënga bëri xhiro në rjet dhe Era u cilësua si Rihanna e Kosovës. Në vitin 2016 ajo nënshkroi kontratë me shtëpinë diskografike amerikane Sony Music dhe ripublikoi Bon Bon në versionin anglisht. Kënga ka arritur në 920 milion klikime në YouTube. Ky hit i dha Erës mundësinë për të krijuar bashkëpunime të rëndësishme me artistë të famshëm ndërkombëtar. Madje, ajo bashkëpunoi me Will Smith dhe Nicky Jam për të performuar në ceremoninë mbylljes së kampionatit botëror të futbollit më 2018 në Moskë. Kur jemi tek viti 2018, ky vit nuk ishte me fat vetëm për Erën. Don Finëm, një nga reperët më të njohur në estradën shqiptare, bëri bashkëpunim me reperën Tajna, e cila në atë kohë nuk ishte e njohur për publikun. Tajna përjetoi famë dhe suksesin e menjëhershëm pas publikimit të asaj kënge, Kolumbiana. Kënga në platformën YouTube ka arritur 75 milion klikime. Krasuar me vitet e kaluara, Tajna tani qëndron më të rrekur sa i përket projekteve muzikore, mbase për shkak të prishjes së marrëdhënieve me menaxherin e saj, Rinor Hykollin. Kur bëhet fjalë për Kidën, s'ka si të mos i kujtohet kënga Rikthejna në bashkëpunim me reperin MC Kresha. Ky projekt muzikor u pati publikuar në vitin 2014 dhe bëri që këngëtarja të dëgjojnë nga i madh dhe i vogël. Sidoqoftë, edhe këtë vit, Kida bashkëpunoi me Kreshën dhe Festimin, gjë që dëshmon se marrëdhënia e tyre shoqërore vazhdon të jetë e mirë. Njëjtë si Tajna, edhe Kida ndërpreu kontratën me labelin që kishte nisur karrierën muzikore, On Records. Sot, ajo është 26 vjeçare dhe ka një numër të madh të fansave që vazhdojnë ta përkrajnë si në fillimet e saj. Një tjetër shembull i famës së menjëhershme është Don John, apo ndryshe i njohur si fenomeni karantinës. Përmes një freestyle, fama e tij u krijua brenda një nate, famë dhe sukses që ai sot e kësaj dite i shijon. Rasti Don John dëshmon fuqinë e rrjeteve sociale për të krijuar famë dhe sukses të menjëhershëm përmes internetit. Një nga yjet e reja në estradën shqiptare, Janina, ndoqi një tjetër rrugë. Nëpërmjet një coveri në gjuhën angleze në YouTube, zëri i saj arriti të dëgjojë anë mban botës. Coveri e Aninës mblodhi gati 50 milion shikime vetëm në YouTube. Kjo i hapi asaj dyert të famës dhe përveç shumë projekteve solo muzikore, ajo bashkëpunoi me artistët më entë të showbizit shqiptar. Letri Vula, Dafina Zeqiri janë vetëm disa nga bashkëpunëtorët që realizuan hite të mëdha me Aninën. Premiera në Festival të Cannes dhe nominimi për Palmën e Artë bën që filmi i shkurtër Rrugës të shënojë suksesin ndërkombëtar më të madh të këtij viti në kinematografinë kosovare. Në sajt të këtij filmi të shkurtër, kinematografia e Kosovës u bë temë në Cannes. Festivali i filmit në Cannes edhe këtë vit ishte vendi ku u mblodh elita evropiane ndërkombëtare e kinematografisë. Pikërisht për këtë arsye, mund të cilësohet sukses që një film nga Kosova nominua për Palmën e Artë dhe e pati premierën në këtë festival.
Filmi shkurtër Rrugës i Samir Karahodës premierën botërore e pati në teatrin Tbilisi, një nga sallat e famshme dhe historike të pallatit të festivalit ndërkombëtar të filmit në Cannes. Regjisori Karahoda ka shkruar edhe skenarin e filmit bashkë me të birin Miran Karahoda, i cili luan në film. Në trailerin e Rrugës, merret vesh se babai dhe i biri ka një bisedë lufte. Është rrëfim nga një vend që luftën e ka të freskët, çerek shekulli më parë është përballur me të. Biseda midis dyshës nxjerr në pa shpresën e humbur dhe frikën për një tjetër luftë. Joakim ngushëllon të birin se luftë zor të ketë shkaku i migrimit nga të dyja anët që potencialisht mund të luftojnë. Në rrugë nga Prishtina për në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, nëpërmjet diskutimit të dyshës pasqyrohen problematikat e Kosovës së vitit 2024, që tashmë janë të ngjashme me problemet e shumë vendeve tjera, të shkaktuara nga globalizmi dhe situata ekonomike e sociale ndërkombëtare. Kjo ishte hera e dytë që Karahoda nominohet për Palmën e Artë për film të shkurtër. Përveç premierës, filmi promovua dhe në një agjendë intensive të takimeve që zyrtarët e Qendrës Kinematografike të Kosovës kanë pasur me përfaqësues të festivaleve ndërkombëtare. Sipas drejtoreshës së QKK-s Blerta Zeqirit, interesim për këtë film kanë shprehur edhe festivale si Berlinalia, Sundance, Sarajeva, Toronto dhe festivale tjera. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit No Filter, këtu në ATV, ishit me mua Rona Marku dhe pua kujtoj që përveç faqes zyrtare në Facebook ATV Live, ju mund të na bëni follow edhe në Instagram No Filter _ATV. Natën e mirë.